Fshati i Zogajt, 3 deri në 4 kilometra përtej Shirokës në Shkodër, është i njohur për peshkimin, bimet mjekësore, natyrën e virgjër, por edhe për punën më të zgjatë, ku artizanët nuk e kanë harruar traditën duke punuar çdo gjë me dorë. Ky fshat, në veriperëndim të vendit, prezantoi identitetin, traditën, ngjyrat dhe përvojën e jashtëzakonshme të Shqipërisë rurale, si për vendasit, por edhe për turistët e huaj. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga Zogajt, duke cilësuar se këto janë fragmente nga një Shqipëri që punon me përkushtim, mikpret me traditë dhe zhvillohet në harmoni me zbukurive natyrore, trashëgimisë dhe vizionit për të ardhmen europiane. Në këto pamje shfaqen grupe njerëzish të gjitha grup moshave që shijojnë bukuritë natyrore të këtij fshati, aktivitetet ujore, ushqime tradicionale, gra që krijojnë art në të zgjat, momente peshkimi e tjerë. Ky fshat kufizohet nga veriu me liçenin e Shkodrës, nga jugu me malin e Taraboshit, nga lindja me lumin Buna dhe nga perëndimi me kufirin shtetëror me malin e Zi. Zogaj është i njohur si një fshat i vjetër peshkimi dhe së bashku me Shirokën janë ndër zonat më të bukura të Shqipërisë së Veriut. Kjo zonë shihet edhe për prodhimin e qilimave tradicional, traditë e cila vijon të ruhet me fanatizëm nga gratë e zonës. Punimet me ende me kalimin e viteve janë kthyer ndër më të preferuar nga turistët.